A e merrni vesh kur fëmia juaj ka dalë keq në një provim nga vetë fëmia apo nga mësuesi i tyre? Si reagoni ju kur e merrni vesh? A i ndëshkoni, i bërtisni, i rrihni, apo rrini ftohtë ndaj tyre? Apo uleni me ta dhe bisedoni dhe bëni një plan për ta ndihmuar se si të ecë përpara? Presioni i performancës është një nga shkaqet kryesor të ankthit te fëmijët dhe tek adoleshentët, sepse në moshën e hershme të adoleshencës ata fillojnë të krijojnë identitetin e tyre dhe opinioni ose mënyra se si trajtohen ka shumë rëndësi mbi ta. Prandaj dhe bullizmi ka kaq shumë fuqi, sidomos në adoleshencë, derisa arrin në vendime tragjike, siç ishte për shembull ai 15 vjeçares 2 apo 3 javë më parë, e cila vrau veten për shkak të fjalëve dhe të talljeve të moshatarëve të saj. Sot do doja t'ju prezantoj me dy stile prindërimi, atë rekrutues edhe ndërveprues. I dyti i ndihmon fëmijët dhe adoleshentët të rriten në një mënyrë më konfidente dhe të keni qëndrim më të shëndetshëm ndaj dështimeve, por edhe suksesit, sepse të dyja kanë rëndësi. Siç e përmenda pak më parë, në vitet e hershme të adoleshencës, fëmijët fillojnë edhe kuptojnë më shumë se kush janë ata, dhe cilat janë potenciali i tyre apo pikat e tyre të dobta. Ndaj fjalët e të tjerëve kanë shumë rëndësi mbi ta, dhe fjala jonë si prind peshon më tepër se sa fjala e të tjerëve që janë jashtë, sepse nëse jashtë fëmia merr refuzim, në shtëpi duhet të përqafohet dhe duhet të mbështetet në mënyrë që të krijojë atë sigurinë e brendshme për cilën ka nevojë. Në këtë moshë, ato fillojnë të besojnë gënjeshtra si unë jam ai ose ajo që të tjerët thonë se jam, apo unë jam shumica e dështimeve apo sukseseve të mia. Të dyja janë të rrezikshme sepse nëse fëmia po merr fjalë të mira ose është i pëlqyeshëm nga opinioni, në një moment dështimi, siguria e tyre shkërmoqet. Pse? Sepse është e bazuar mbi performancën, pra mbi një performancë të mirë. Gjithashtu me dështimin, nëse fëmia është duke marrë vetëm kritika, atëherë krijohet pasiguri brenda tyre dhe ato nuk e njohin veten dhe nuk arrin të dalin përtej saj, zhvillohet ankthi edhe frika në jetën e tyre dhe pasiguri. Kjo i bën ata të varur ndaj suksesit, gjithashtu i bën ata të varur ndaj opinionit të tjerëve. Bëhen ata që quhen people pleaser ose njerëz që duan të kënaqin të tjerët, prandaj shkojnë bashkë me turmën, nuk dalin dot përballë, rriten frikacak edhe të pasigurt. Le të ndalemi tani te dy stilet që unë përmenda, ndërvepruesi edhe rekrutuesi. Mentaliteti rekrutues thot: i vlen për aq kohë sa përmbush kushtet e mia dhe pritjet e mia. Në momentin që ti nuk performon si unë dua, atëherë unë të zvendësoj me dikë tjetër. Kuptohet, në prindërim zvendësimi nuk ndodh literalisht. Ne nuk zvendësojmë fëmijën kur dështon, nuk marrim një fëmijë tjetër dhe të mohojmë atë që kemi. Edhe pse varet nga situata, në raste shumë drastike ka familje që i mohojnë fëmijët e tyre, por nuk di raste kur mohojnë fëmijën edhe marrin një fëmijë tjetër dhe quajnë atë si fëmijë. Por megjithatë, ndodh zvendësimi ose rekrutimi në një mënyrë më të fshehtë. Ne fillojmë dhe lartësojmë apo lavdërojmë fëmijën tjetër që na bën të ndihemi krenar. Mund t'i krahasojmë fëmijët dhe përdorim suksesin e fëmijës tjetër për të turpruar atë që po ecën më keq. Kjo shkakton frikë, shkakton trishtim, ndoshta nga ana jonë mendojnë që jemi duke i motivuar, por jemi duke i shkatruar. Dhe thellë jemi duke nxitur xhelozinë e tyre, aq sa e kanë shumë të vështirë të gëzohen me suksesin e vllajt, motrës, të një shoku, të një shoqe, të një kushëriri, sepse ky sukses po përdoret për t'i ulur dhe për t'i trajtuar ata më ulët se sa tjetri. Në afat gjatë, kjo gjë prodhon njerëz që janë xheloz, të pasigurt, që nuk janë lojtar të mirë ekipi dhe nuk janë antar të mirë dhe të fortë të një familje. E kanë tepër të vështirë të bashkohen dhe të gëzohen sinqerisht në sukseset e një antari tjetër të familjes ose një shoku, shoqe, një kushëriri. Po stili ndërveprues. Stili ndërveprues thotë: unë të njoh, unë të shoh, unë të dua pavarësisht nga suksesi apo dështimi yt. Unë jam pranë teje në momentin kur ti dështon dhe të ndihmoj që të ecësh përpara. Si do duket kjo në jetën reale, me një shembull konkret? E nisa duke bërë një pyetje. A e mësoni nga fëmia juaj kur ai ka dështuar, ka marrë një notë keqe? Le të themi, keni marrë vesh që fëmia ka marrë një notë keqe në provim, qoftë nga fëmia, qoftë nga mësuesi. Stili rekrutues do ta dënoj dhe do t'i përtas, dhe do të thotë turp të kesh, nuk e di çfarë fjalësh mund të përdorni ju në familjen tuaj, e dënon e ndëshkon, i heq privilegjet. Në mënyrë që ta detyrosh fëmijën ose ta ndihmosh, në thonjsa, që të bëjë ndryshim. Kjo nuk ndihmon. Mund t'jap fryt të përkohshëm, por nuk ndihmon afatgjatë. Stili ndërveprues. Ulesh me fëmijën edhe pyet:
Mora vesh që ke dal keq në provim, më vjen shumë keq në rastin kur nuk të ka treguar vetë, por ke marrë vesh nga mësuesja. Si ndihesh? Pra ti po përfshin fëmijën, po tregon interes tek fëmia. Si ndihesh? Ti nuk po e kalon vetëm te nota, por çfarë po ndjen fëmia yt? Ne lëre fëmijën të flasë dhe të tregoj. Mund të ketë pak frikë në fillim të tregoj, sepse nuk e di si do reagosh ti, por nëse ti afrohesh me qetësi në fillim, ti stabilizon ose vendos një ton të qetë edhe të sigurt, ku fëmia ndihet i sigurt në praninë tënde. Duhet të jesh tepër i qetë kur e bën këtë bisedë. Fëmia tregon si ndihet dhe ti mund t'i thuash, më vjen shumë keq. E besoj që ndihesh keq, edhe unë të them të drejtën, ndihem keq dhe jam e trishtuar, sepse doja të dilje më mirë. Në këtë mënyrë ti tregohesh i sinqert, nuk po e fshe zhgënjimin tënd, por nuk po e hedh mbi fëmijën, pra ti nuk po e mohon fëmijën, po pranon që ka një zhgënjim nga ti, por e shkëput këtë nga fëmija, ti prap je aty për fëmijën tënd. Dhe pastaj thua, çfarë mendon se shkoj keq? Çfarë mendon që nuk të ndihmoj që ti të dilje mirë? Pse nuk dole mirë? Në këtë mënyrë e bën fëmijën pjesë të analizës. Fëmia fillon të analizon dhe bëhet proaktiv çfarë ka shkuar keq. Nëse ti ke një vëzhgim nga ana jote, mund ta thuash. Nuk e di, por mendoj që ke kaluar shumë kohë jashtë me shoqet dhe nuk i le mjaftueshëm kohë vetes për të studiuar. A mendon se ishte kjo? Përsëri nuk e bën një fakt të kryer, por e përfshin fëmijën në bisedë. Dhe së fundi, çfarë mund të bësh më mirë herën tjetër që të dalesh më mirë? Lëre fëmijën të jap një zgjidhje, nëse ti ke një sugjerim, sugjeroja, por gjithmonë thuaj si mendon për këtë, mendon që mund të funksionojë? Dhe pyetja e fundit fare, çfarë mund të bëj unë për ty? Si mund të ndihmoj unë si prind në këtë gjë, ose si mësues në rastin e një mësuesi? To janë biseda ndërvepruese që jo vetëm e ndihmojnë fëmijën që të bëhet proaktiv e të bëhet pjesë e zgjidhjes së problemit, siguron një ambient të paqë, një ambient të sigurt, që fëmia mund të shpreh, por gjithashtu forcon marrëdhënien tuaj si prind fëmijë dhe në afat gjatë e bën fëmijën të mos ketë frikë të vijë tek ti edhe të tregoj, sepse e din që çfarëdo që të thotë, ti nuk do të reagosh me emocion, ta rrahësh, ta turprosh, apo ta godasësh, apo ta dënosh. Por ti je ajo streha e sigurt e qetë, ku ai mund të vijë në çdo kohë. Dhe ky mendoj është suksesi i prindrimit. A është e lehtë? Nuk është e lehtë. Të gjithë ne dështojmë dhe në momentet që dështojmë, ka vend për t'i kërkuar falje fëmijës tonë, nuk është ulje e autoritetit tonë, por vendosim një ton të sinqert dhe lidhim më shumë besimin e fëmijës. Ku ne shkojmë tek ata, ku ne pranojmë gabimet tona, ata mësojnë që është okay të pranosh gabimin dhe ata mund të vinë tek ty pa probleme herën tjetër. Në afat gjatë do të rrisë një fëmijë më të qëndrueshëm, më të sigurt në veten e vet, që nuk do shkojë nga frynera, nuk do të ketë frikë kur ka dështime, sepse të gjithë ne dështojmë në një pikë të caktuar të jetës, por ringrihen më shpejt se sa ata që përjetojnë dëshkim apo ajo që unë thash është zvendësimi. Le të shohim natyrën, të mësojmë nga natyra. Zoti e ka krijuar natyrën në një mënyrë të përsosur, me ligje të përsosura që kanë funksionuar që nga krijimi i universit. Ne shikojmë që nuk ka një listë që rritet brenda natës, që nga momenti që del si filis deri ditën tjetër ku kemi një listë të fortë shekullor që i ka rezistuar stuhive. Është kërkuar një kohë e gjatë. Gjithashtu nuk shohim një shqiponjë që fillon fluturon në lartësi që të nesërmen sapo ka dal nga veza, por ka kaluar atë procesin e vetë të rritjes, dhe nëna shqiponjë është fantastike në mënyrën se si trajton zogjt e vet. Dhe a e dini që shqiponja është shpend që fluturon kundër ajrit, kundër rrymës dhe në lartësi. Është shumë interesante se si trajton zogjt, por mund të jetë temë për një video tjetër. Së fundi do doja si gjithmonë ta mbyll me një fjalë të urtë nga mbreti Solomon. Ju e dini që në çdo video unë e mbyll me një fjalë të urtë nga mbreti Solomon. Fjalët e urta mund t'i gjeni te dhjata e vjetër në Bibël. Është dhe libri i predikuesit që është gjithashtu një burim urtësie që unë sinqerisht e inkurajoj që ta lexoni. Fjalët e urta 16, 23, 24. Zemra e të urtit e bën të mençur gojën e tij dhe e shton diturinë e buzëve të tij. Fjalët e ëmbla janë si një huall mjalti, ëmbëlsi për shpirtin dhe ilaç për kockat. Qofshin prindër, mësues, drejtues, që nxjerrim nga zemra jon fjalët e ëmbla, që zemra jon është si një huall mjalti dhe fjalët tona janë
si ilaç për kockat edhe shërim për zemrën. Zoti ju bekoft edhe dëgjohemi në videon tjetër.